Sot do diskutojmë lidhur me një, po themi, divorc në proces mes Neda Ballukut dhe Ogren Ballukut edhe më saktë lidhur me daljet që të dëshmive që janë bërë në publik. Për të folur për këtë temë kam Eduard Mullarajn, avokatin e njohur, tashmë mik të VIP Magazine. Avokat, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit juve. Avokat, ju besoj se e keni parë dëshminë e Ogren Ballukut, ku ai ka bërë disa deklarata të forta në këtë dëshmi. Unë kam parë me vëmendje të gjithë deklaratat që ka bërë Orgeni, dhe duke parë që sot është një person publik mbi emrin e tij, sepse ka të bëjë me familjen Balluku, e cila sot lakohet më tepër se kurrë për sa i përket çështjeve publicitare, do thosha, sepse zonja Balluku ka qenë jo vetëm zëvendës kryeministre, por është lakuar edhe për shumë çështje të tjera. I jep një sfond tjetër edhe zgjidhjes së kësaj martese dhe konfliktit të krijuar ndërmjet Orgen Ballukut dhe Eda Ballukut. Të gjitha deklaratat e bëra nga Orgen Balluku, të cilat ai thotë që ajo do të çojë deri ke vrasja dhe me intimidon e tjera, janë pjesë e një konflikti që ky është realiteti i disa personave, të cilët mbasi sigurojnë një sasi të konsiderueshme kapitali, fillojnë dhe prishin familjen dhe intimidojnë njëri tjetrin, sepse mendojnë që leku që ka gjithçka. Ndërkohë që nuk është leku gjithçka dhe kapitali ose mirëqenia. Është kultura, edukata, marrëdhëniet, formimi, janë shumë gjëra të cilat lidhin një familje. Por në situatën kur ne përjetojmë, vërejmë që familja nuk është më prioritare në politikën e këtij shteti dhe të kësaj shoqërie. Dhe kjo i shtyn të gjitha familjet, do thosha që për arsye nga më ndryshme të vogla ose të mëdha të kryejnë atë konfliktit e tyre dhe të arrijnë të degradojnë deri tek divorci. Divorci i këtij çifti që ne po e diskutojmë sot këtë temë, ka të bëjë me një pjesë të atij konflikti që edhe gjykatat nuk arrin dot t'i analizojnë deri në atë mënyrë sa ju duhet atyre për të analizuar familjen, nga ana psikologjike dhe sociale. Do thosha nga ana psikologjike dhe sociale, sepse ne gjykimet i bëjmë shumë të thjeshta dhe shumë të cekta. Gjyqtarët tanë nuk janë të përgatitur për çështjet familjare. Nuk janë përgatitur sepse nuk i bëjnë një analizë të thellë të gjithë konfliktit të familjes dhe nuk arrin që dalin në një përfundim objektiv përse këto familje arrin të krijojnë një ose çedojnë në marrëdhëniet e tyre. Cili ka qenë shkaku, arsyeja, motivi që i shtyn të çift të ri që divorcohen. Por ne i bjem shkurt që meqense ka një konflikt ndërmjet tyre, ne vendosim që t'i ndajmë ta. Ndarja është pjesa më e shkurtër dhe pjesa më e lehtë e një gjykimi. Në një moment shumë të shkurtër unë kam pasur dhe një zgjidhje martese, po të një çifti të ri. Dhe kur i them gjyqtarës që mos e merr këtë vendim, se është i gabuar, në gjykatë apelit tha, unë nuk mund t'i mbaj me zor. Aty kuptova se çfarë formimi të cekët ka një gjyqtar, kur thot unë nuk mund ta mbaj me zor një çift. Ndërkohë që unë i them që ka një investim prej 5 vjetësh, 6 vjetësh, 7 vjetësh, që këta dy kanë qenë bashkë dhe nuk kanë pasur asnjë lloj marrëdhënie konfliktuale njëri me tjetër.
mosha e re kuptohet që krijon edhe konfliktet momentale. Por këto konflikte momentale mund të ndihmohen nga psikologu për të zbutur dhe për të zgjidhur, jo për të agravuar dhe për të vajtur tek divorci, për të vajtur atje ku nuk duhet shkuar, sepse pasoja më e rëndë për të gjithë këtë histori pastaj mbeten fëmijët e vegjël, të cilët pësojnë një traumë që në këtë kohë të vogël për sa i përket ndarjes të dy prindërve dhe të keqërritjes së tyre në mënyrë nga më ndryshme, sepse këtu nuk bëhet fjalë vetëm për anën ekonomiko-financiare e cila sot për sot konsiderohet si një prioritet i këtyre familjeve, por ka të bëjë dhe ana ekonomike, ka të bëjë ana psikologjike, ka të bëjë ana e formimit, edukimit të këtyre fëmijëve, të cilët shkatërrohen nga prigja e kësaj familje. Kjo familje, përveç luksit që ka sot dhe arritjes financiare shumë të lartë, krijon edhe këto konflikte sepse mendon që leku është ai që mund të ndërtojë jetën nesër, mund të zgjidhë të gjitha problemet, por ka dhe një histori tjetër jeta, që përveç anës financiare ka atë anën shoqërore, atë anën emocionale, ka atë anën e afinitetit, ka një anë që shumë pak e gjejnë në këtë shoqëri. Dhe kjo është arsye kryesore, por do të thoshe që familja kur fillon dhe krijohet një konflikt, duhet kërkojë dhe ndihmën e psikologëve. Gjë që na mungon në shoqërinë tonë. Dhe psikologët e i duam vetëm kur ikim në gjyq për të vlerësuar se me këtë do rri fëmia dhe me këtë do ushqehet fëmia. Ne psikologun nuk e përdorim për anën pozitive, për atë që duhet për themelin e familjes, për të thënë familjes që nuk duhet të prishesh, duhet të riparosh atë konflikt dhe për të punuar me dy palët psikologu për t'i bashkuar këta dhe për të ecur përpara. Por tashmë shoqëria jo nuk e quan prioritare familje, nuk e quan themelin e shoqërisë ashtu siç e quajnë historianët dhe psikologët tanë të parë. Ne e konsiderojmë familje thjesht si një bashkim i një çifti dhe edhe po ndan dhe po krijon konflikte, nuk prish një problem të madh për shoqëri. Pa çka se shoqëria dëmtohet jashtëmas në zgjidhjen e një martese, në edukimin i këtyre fëmijëve të cilët bëjnë pjesë e kësaj zgjidhje martese. Dhe kjo është ajo që ndikon më tepër, sepse problemet aty fillojnë dhe aty mbarojnë. Kur ndahet familja, kur fëmijët shkojnë sa tek njëri ke tjetër dhe kur krijohen pastaj akoma më tepër agraviteti ndërmjet të dy çiftit, dhe arrin atje pastaj qëndrimet duke mos e kontrolluar dhe mund të përdorësh edhe armë ose një mjet tjetër për të ekzekutuar ose për të eliminuar bashortin ose bashortën nga ajo mënyrë e cinizmit, e egoizmit ose e gjithashtu themnare që mund të lindi nesër e tutje, sepse ti nuk e harron më atë person me cilin ti ke ndërtuar jetë. Avokat, fakt në dëshminë që ka bërë Ogren Balluku në gjykat, ka pretenduar se Neda Balluku e ka përndjekur vazhdimisht, madje ka hapur kamrat e supermarketit për të parë lëvizjet e tij, e gjithashtu pretendon ai që në banesë ajo i ka vendosur përgjues. Kjo mund të jetë një pretendim i vërtet apo kjo është një, po themi, taktik në gjykat që përdoret nga Ogreni? Shiko, kjo është një taktik që përdoret dhe është shumë e rëndë, sepse kamerat që vendosen në një si që supermarketi një njësi tregtare, është kamerë që përdoret për sigurit, nuk mund të përdoret për shërbimet private dhe personale. Mirë po,
ajo i vendos to për t'i bërë presion dhe për t'a arritur, për t'a intimiduar tashmë Orgenin dhe për t'a kaluar deri, sepse duke intimiduar në mënyrë të vazhdueshme, duke i thënë që ti kam vendosur dhe në banesë të gjitha dhe të kontrolloj, ai fillon dhe krijohen ato pjesë të çara të trurit pasaj që fillojnë fiksimi, fillon ankthi, fillon frika dhe to pasaj arrin deri në shkatrimin e sistemit nervor të trurit, të kalon në depresion dhe aty pasaj realizohet objektivi i Orgenës, e cila thot që vetëm kështu mund ta shkatrojë Orgenin, pra Eda thot që vetëm në këtë mënyrë, duke i vendosur kamera gjithani, e intimidon atë gjë që është e ndaluar për shoqërinë që të përdorësh kamerat për jetën private dhe personale të një personi. Kjo duhet të dënohet edhe në gjykat për përdorimin e këtyre kamerave, vetëm sepse kamerat përdoret si mjet vetëm për sigurimin e jetës dhe jo për përdorim personal. Këtë do thosha unë për sa i përket çështjes familjare dhe të marrëdhënieve të këtyre dyve, e cila ka marrë një çarë shumë të madhe sot, për shkak dhe të vrullit që ka marrë Eda, vetëm duke e përdjekur të djalë të ri dhe duke arritur që ta shkatrojë nga ana e sistemit nervor. Avokat, sa mund zgjasin të tilla divorce dhe çfarë pasojë sjellin këta te fëmijët, duke qenë se Ogreni pretendon që Neda e ka sulmuar edhe fizikisht në sy të fëmijëve, madje duke i quajtur ordiner, kriminal, hajdut. Shiko, e thash të pak përpara që seancat tona gjyqësore dhe gjyqtarët tanë shikojnë që ka një agresivitet ose një divorc të tillë, e mbyllin shumë shpejt me 3-4 seanca. Që ato pasi bëhet një seancë gjoja pajtimi ndërmjet dy palëve, seanca e dytë do thotë thirrje psikologu thirret për të pasur pasaj se me këndori fëmijët ku e gjejnë afrimitetin, ku e gjejnë dashuri, ku e gjejnë formën e edukimit dhe fundit pasaj ka të bëjë me hakmarrje se fëmijët do t'i marrë ai që do paguajë më shumë. Dhe çështja mbyllet me 3-4 seanca. Ndërkohë që ne nuk duhet ta mbyllim çështjen me 3-4 seanca, por duhet t'i japim një shans të dy palëve që të kalojë një kohë që të biten të gjitha edhe rrethi shoqëror, po dhe rrethi familjar që është tashmë është e pamundur bashkimi ndërmjet këtyre dy familjeve dhe atëherë mund të mbyllet divorci i kësaj familje. Por në kushte të tilla, kur është acëruar mjaft shumë marrëdhënia ndërmjet këtyre dyve, e cila nesër mund të arrijë edhe në një depresion për sa i përket Orgenit, do thosha që drama mund të jetë shumë më e madhe nesër sa sot që ne e shikojmë nëpër dyert e gjykatës, sepse Eda nuk do heqi dorë nga hakmarrja e saj e verbër për ta shkatruar Orgenin me mënyra nga bë ndryshme dhe duke i përdorur dhe kamerat personale. Avokat, sa larg mund të shkojë kjo historia, pasi ka pasur dhe, po themi, në polici kërkesë për urdhër mbrojtje nga të dyja palët? Shiko, ai familjet janë mësuar tash me të urdhrin e mbrojtjes, e cila nuk është se është pafund. Ai urdhër mbrojtje është me një afat mujor, ditor dhe javor. Dhe në një moment mbaron urdhri i mbrojtjes dhe nuk është ai që të siguron jetën ose të mbron jetën. Unë do të thosha që urdhri i mbrojtjes është sa për të qetësuar momentin e parë të këtyre marrëdhënieve. Unë thash pak përpara që çështja e këtyre mund të vejë shumë më lart, mund të vejë dhe me humbje jete, ashtu siç është nisur Eda për ta shkatruar të njëri, për të arritur deri në depresionin
duke i bërë një presion psikologjik dhe social. Nesër ajo do i marrë 2 fëmijë organit dhe e fundit është që nëpërmjet kamera ose duke gjetur dhe forma tjera dhe metoda tjera, ajo mund t'i bëjë një shantazh shumë të madh këtij të shtetësi për ta arritur deri atje sa ky të kalojë depresion ose të vetvrasë veten, ose të mbysi veten, ose të eliminojë veten, ose në fund fare mund të arrijë edhe të sulmojë, të bëhet një person shumë agresiv duke sulmuar edhe nga ana fizike. Cila është zgjidhja në tilla raste? Zgjidhja në tilla raste është vetëm punimi me anë të psikologëve. E para. E dyta është largimi i njerit nga qyteti. E treta ka të bëjë me marrëdhëniet e fëmijëve dhe e katërta ka të bëjë me ndëshkimin që nëse Eda do përdori kamerat për t'i bërë shantazh ose për ta intimiduar të sa të pak, ajo duhet të ndëshkohet për të veprim pasi shkatron një jetë njeriu. Mbaroi dashuria, mbaroi marrëdhënia ndërmjet një çifti dhe nuk është hata që këta mundet të ndajnë qetësisht njëri me tjetrin dhe gjithsesi të shikojë jetën e tij personale për sa i përket marrëdhënieve të jetës për nesër, ndërsa për sa i përket shantazhit është e dënueshme dhe policia dhe gjykata duhet ta dënojnë veprimin shantazhues të Edës. Avokat, në fakt, a është kjo një, po themi, mund t'jetë kjo ndoshta edhe një lojë siç është folur her pas here në media për të fshehur pasurinë e Belinda Ballukut, pasi ka shumë zëra që thonë që divorci, pra paraqitja për divorc u bë pas marrësit të panderë të Belinda Ballukut. Unë do thosha që të dy plane janë të ndryshme njëra nga tjetra. Ka të bëjë divorci i Edës me kapitalin e Belinda Ballukut. Belinda Balluku është vënë shënjese për atë kapital, për atë vjedhje, ose për atë korupcion, ose për atë manipulim që i ka bërë dokumentave, provave dhe fakteve të investimeve që janë kryer në Shqipëri. Ato janë tashmë të dokumentuara në të gjitha shkresat zyrtare, në të gjitha provat që ka prokuroria dhe nuk mund të fshihen me një divorc. Një divorc është një prishje e një marrëdhënie familjare. Sido që të jetë fati i këtyre dyve, nuk mund të fshihet kapitali, pasuria e Belinda Ballukut. Janë dy gjëra mjaft të veçanta, janë krejt kundërta njëra me tjetrën dhe nuk mund të triqet vëmendja e shoqërisë pse u nda djali ose vajza e Belinda Ballukut, sepse kapitali nuk ka ku e çojnë, se këtu nuk bëhet fjalë për 100.000 ose 200.000 euro. Të bëhet fjalë për shumë të mëdha, të cilat është vështirë ti fshehesh, ti manipulosh ose ti tjetërsosh me mënyrën siç mund të jetë zgjidhja e një martese, është tepër e vështirë për t'i fshehur. Vetëm një Belinda Balluku mund t'i fshehë këtë kapital duke çuar në offshore jashtë, vetëm ajo mund ta bëjë këtë, askush tjetër, qofse se ka bërë deri më sot. Pra kapitali nuk mund të jetë pjesë e tjetërsikit për ta përdorur si manipulim për zgjidhjen e një martese ndërmjet të dy personave të një çifti të ri. Avokat, faleminderit shumë. Faleminderit ju.